Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, Inspektorati i Punës ka shtuar kontrollet në zona turistike ku edhe fluksi rritet më tepër. Çdo plan i bazuar me risk është objektiv kryesor i kontrollit. Sipas një raporti ndërkombëtar, shqiptarët janë të fundit në rajon se takon shpenzimeve të sigurimeve për frymë. Shqipëria përshpejton ndërtimin e linjave të interkoneksionit me vendet fqinje. Projekti më i avancuar është linja 400 kV me Maqedoninë e Veriut. Qeveria do të marrë më pak hua në tregun e brendshëm financiar gjatë tremjorit të tretë vitit në një vlerë 67.2 miliard lek. Ju përshëndes zonja dhe zotëri, për këto dhe të tjera një tani më gjerësisht. Inspektoriati i Punës ka shtuar kontrollet në zona turistike ku edhe fluksi rritet më tepër. Qasja këtë vit e inspektimeve është se çdo plan i bazuar me risk është objektiv kryesor i kontrollit. Zyrtarisht, në sezon turistik, e dita ditës flukset e turistëve përqëndrohen në zonat më të vizituara të Shqipërisë, ndërsa Inspektorati i Punës vijon kontrollet për të minimizuar informalitetin. Në një intervistë për Skan Televizion, drejtoresha e Drejtorisë së Inspektimit, Erida Qosja, theksoi se qasja këtë vit është se çdo plan i bazuar me risk është objektiv kryesor i kontrollit, kryesisht në sezon turistik. Është shumë e rëndësishme që të thuhet se Inspektoriati sot, këtë vit, ka një qasje shumë të modernizuar sa i takon ndërhyrjeve të veta, rritjes kapaciteteve të veta, dhe mund të themi që është një trup inspektuese që kemi pritshmëri shumë të larta për kontrollin apo për përmbushjen e misionit që ky institucion ka në raport me sezonin turistik, për cilin gjithë jemi dëshmitar, i cili ka një numër jo të vogël çështjesh që kanë nevojë për adresim, që lidhen me informalitetin, punësimin e të huajve, punësimin e të miturve, e punëmarrësve nën 18 vjeç. Qosja gjithashtu theksoi se ky institucion ka modernizuar planifikimin e kontrolleve përmes platformës Mira. Një nga masat që ja vlen të theksohet është lëvizja e stafit, që do të thotë duke fuqizuar drejtorit dhe duke quar inspektor nga drejtorit rajonale në zonat cilat nuk kanë këtë përqendrim sezoni turistik, në zona ku i kemi pikun e punëmarrjes apo të zhvillimit të bizneseve. Kryesisht në zonën bregdetare, sepse edhe fokusi i sezonit turistik zhvillohet atje, pa lënë jashtë vëmendjes sigurisht edhe turizmin malor apo turizmin sipas specifikave të çdo rajoni që mbulojnë, ndërkohë që edhe inspektorët e drejtorisë qendrore do të jenë pjesë përbërëse e grupeve të inspektimit. Në 5 muajt e parë të këtij viti ka një tendencë në rënje të informalitetit. Të gjitha bizneset që operojnë në fushën e turizmit duhet të deklarojnë çdo punonjës sipas kontratave të rregullta të punës. Në të kundërt do të jenë në shënjesër të aksionit të tatimeve që synon rritje të deklarimeve dhe shmangjet e evazionit fiskal. Administrata tatimore do të ketë në fokus këtë sezon turistik veç deklarimit real të pagave sipas referencës së vendosur nga ky institucion, edhe rritjen e numrit të punonjësve të deklaruar nga subjektet në sektorin e turizmit, përmes evidentimit të saktë të fuqisë punëtore dhe deklarimit real të marrëdhënieve të punës. Referuar planit sektorial të turizmit 2025, të gjitha kategoritë e bizneseve që operojnë në sezonin e turizmit, si struktura akomoduese, bare, restorante, agroturizëm, shërbime plazhi, dhënje me qira të makinave dhe ambienteve, përmes analizës së riskut, do të jenë në fokus të kontrolleve për punën në të zezë. Po ashtu synohet reduktimi i numrit të tatim paguesve që deklarojnë punonjës me pagë minimale, përmes analizës së kategorive të punësimit dhe krahasimit me të dhënat reale të tregut të punës. Një tjetër qëllim i administratës tatimore është rritja e numrit të tatim paguesve deklarues me përgjegjësi të VSH-je në turizëm, me normë tatimore 6%, ku objektivi është 20% rritje e numrit të tatim paguesve dhe 20% rritje të ardhurave nga sektori i turizmit. Po ashtu synohet rritje në numrin e tatim paguesve deklarues të VSH në turizëm, si akomodim, bare, restorante që kanë normë standarde të VSH-je,
ku objektivi është 10%, rritje e numrit të tatim paguesve. Tatimet kanë si qëllim formalizimin e sektorit të turizmit përmes reduktimit të numrit të subjekteve të paregjistruara apo të regjistruara dhe janë pasiv që ushtrojnë aktivitet ekonomik në mënyrë të parregullt. Regjistrimi në përgjegjësinë e TVSH së tatim paguesve që ushtrojnë veprimtari turistike, bazuar në të dhëna reale si qarkullimi, numri i dhomave dhe numri i punonjësve, do të jetë një tjetër fokus i këtij plani. Sipas Instat, numri total i ndërmarrjeve të huaja të përbashkëta në Shqipëri kanë arritur në 7.000 me rritje prej 1% krahasuar me një vit më parë. Bizneset italiane dhe greke së bashku zën afër gjysmën e ndërmarrjeve, por vret një shtim i sipërmarrjeve nga Kosova dhe Turqia. Në Shqipëri ndërmarrjet me pronar ose bashkëpronar të huaj përbëjnë 5.3% të totalit të bizneseve aktive në vend. Megjithatë, ndikimi i tyre në tregun e punës është shumë më i lartë. Këto biznese punësojnë rreth 12.8% të forcës së punës, duke dëshmuar rolin e tyre të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Pjesa më e madhe e këtyre ndërmarrjeve vjen nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat përfaqësojnë 60.7% të totalit të ndërmarrjeve të huaj të përbashkëta. Brenda kësaj kategorie, Italia dhe Greqia zënë një vend të veçantë, së bashku ato përfaqësojnë 46.4% të ndërmarrjeve të huaj aktive. Ndërmarrjet janë të përqendruar në 3 bashki kryesore. Tirana mban vendin e parë me 64.8% të tyre, pasuar nga Durrësi me 10.9% dhe Vlora me 5%. Ky përqendrim tregon qartë prirjen e bizneseve të huaja për të investuar në qendra urbane dhe portuale me potencialin ekonomik më të madh. Të dhënat e vitit 2024 tregojnë se numri total i ndërmarrjeve të huaja të përbashkëta në Shqipëri ka arritur në 7.700 me një rritje prej 1% krahasuar me një vit më parë. Dy shtetet që shënuan rritjen më të madhe ishin Turqia me 12.4% dhe Kosova me 12.1%, duke treguar interes të shtuar për investime dhe bashkëpunime ekonomike nga këto vende. Në krahun tjetër, ndërmarrjet italiane dhe greke kanë pësuar një rënje të netë, Italia me 3.2% dhe Greqia me 3%, një tregues i mundshëm i ngadalësimit të investimeve apo mbylljes së disa bizneseve ekzistuese. Rënje po ashtu regjistrohet edhe nga bizneset nga Izraeli në vitin 2024, krahasuar me vitin 2023. Sipas Instat, pjesa më e madhe e bizneseve të huaja të përbashkëta operojnë në sektorin e shërbimeve dhe janë ndërmarrje të vogla me 1 deri në 4 punësuar. Mesatarisht 92 euro është vlera që një shqiptar ka shpenzuar për të siguruar gjatë vitit kaluar. Sipas një raporti ndërkombëtar në emi të fundit në rajon, sa i takon shpenzimeve të sigurimeve për frym. Shqiptarët janë populli që shpenzon më pak për të siguruar në të gjithë Evropën qendrore dhe juglindore. Sipas shtëpisë publikuese Exprim, një shqiptar ka shpenzuar mesatarisht 92 euro për sigurime gjatë vitit që lam pas. Megjithëse kemi pasur një rritje me 15% të shpenzimeve për frym në krahasim me 2023-shin, sërish renditimi të fundit nga 20 vende që merren në analizë. Përse përket vëllimit total të primeve të shkruara bruto, Serbia më pas Bosnia dhe Hercegovina kryesojnë në Ballkanin Perëndimor me një vlerë prej 25 miliard lekësh prime të shkruara bruto gjatë vitit të kaluar. Shqipëria lë pas vetëm Kosovën dhe Malin e Zi. Ndërkohë vendi ynë mbetet prapë i fundit në Evropën qendrore dhe juglindore për peshën që zën primet e shkruara bruto në prodhimin e brendshëm bruto. Të dhënat nga raporti i Exprim tregojnë se tregu i sigurimeve në Shqipëri zë vetëm 1% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut zë 1.6% dhe 1.8% përkatësisht, e në Bosnjë mbi 2%. Nëse i krahasojmë sipas produkteve, vërejmë se shqiptarët, qoftë të Shqipërisë apo të Kosovës, nuk e sigurojnë jetën e tyre. Nga portofoli total i primeve të shkruara bruto, vetëm 8% shkojnë për sigurimin e jetës në Shqipëri dhe vetëm 5% në Kosovë. Shqiptarët shpenzojnë më tepër për produktin e sigurimit MTPL e brendshme, ku te i kalojmë rajonin për përqindjen që zë ky produkt në portofolin total të primeve. Kjo pasi është i detyrueshëm dhe jo vullnetar. Nga ana tjetër, për sigurimin e pronës jemi në nivele të ngjashme me vendet e rajonit. Sigurimi i shtëpisë vijon të bëhet vetëm në rastet kur individi merr një kredi në bank për blerjen e saj. Këto shifra tregojnë se në Shqipëri nuk është krijuar akoma kultura e sigurimit vullnetar. Shumica e shqiptarëve nuk e shohin sigurimin si një domosdoshmëri, por një luks dhe kur kanë të ardhurat shtesë, preferojnë të shpenzojnë për produkte të tjera. Gjithashtu ekziston një besim i ulët ndaj kompanive të sigurimit. Shqipëria po përshpejton ndërtimin e linjave të interkoneksionit me vendet shinje. Projekti më i avancuar është ndërtimi i linjës së interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, që pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Shqipëria po përshpejton ndërtimin e linjave të interkoneksionit me vendet fshinje, ndërkohë që sektori i energjisë elektrike mbetet i varur nga burimet hidrike, një varësi që ndikon drejt për drejt në rritjen e kostove të shkëmbimeve energjetike. Ne jemi të lidhur
nëpërmjet linjës 400 kV me Kosovën, projekti Korrent i cili është me Maqedoninë e Veriut. Jemi duke u bërë edhe studimi fizibilitetit për linjën Shqipëri-Greqi dhe ne arrim të lidhemi me linjë 400 kV me të gjithë fqinjet tanë. Ndërkohë, mbas kësaj vjen në radhë lidhja me kabël në New York dhe me Italinë. Projekti më i avancuar është ndërtimi i linjës së interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, i cili pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Pothuajse kanë mbaruar punimet civile, do fillojnë së shpejti punimet elektromekanike dhe transformatorët e fuqisë janë prodhuar, nga shtatori duhet të jenë të montuar. E njëjta situatë është dhe në stacionin e Elbasanit, po ashtu dhe linja është në ritme të mira. Struktura e financimit të këtij projekti ndahet përmes një kredie të dhënë nga KFV gjermane, një granti nga Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe një bashkëfinancim nga OST në vlerën e 5 milionë euro. Më konkretisht 50 milionë euro janë kredi e dhënë nga KFV dhe 17 milionë euro janë granti Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Projekti përfshin ndërtimin e linjës së re të transmetimit 400 kV Elbasan-Qaftan dhe Elbasan-Fier me gjatësi totale prej 130 km, ngritjen e nën stacionit të ri 400 kV Elbasan 3, si dhe zgjerimin e nën stacionit Fier. Ndërkaq, projekti për lidhjen me kabllon nënujore me Italinë është ende në fazën e hershme, por janë zhvilluar takime të nivelit të lartë qeveritar dhe procesi ka nisur zyrtarisht. Kuptohet që ndoshta është herët për të folur për detaje teknike që kanë të bëjnë me financimin, që kanë të bëjnë me gjatësinë, që kanë të bëjnë me pikën dalse dhe hyrëse, po themi me shtetin italian, por që është në rrugë, ka nisur dhe sa më shumë këto projekte të brendshme të Shqipërisë dhe rajonale bëhen eficiente, aq më tepër rritet edhe ritmi më pas për të vijuar me detajimin e kablit në New York me Italinë. Përveç uljes së kostove të transmetimit të energjisë elektrike, këto linja kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendeve, forcojnë bashkëpunimin rajonal në sektorin e energjisë dhe ndihmojnë në mbrojtjen e klimës dhe mjedisit. Dhoma Amerikane e Tregtisë ka komentuar projektligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat të nxjerrë për konsultim publik. Ndër të tjera, dhoma nënvizon domosdoshmërinë për ngritjen e strukturave vlerësuese të pavarura dhe të panshme, që të garantojë një përzgjedhje të drejtë të projekteve koncesionare. Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri ka komentuar projektligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat të nxjerrë për konsultim publik, duke dhënë rekomandime që lidhen me forcimin e transparencës, pavarësisë institucionale dhe shmangjen e përjashtimeve abuzive. Ndër të tjera, dhoma nënvizon domosdoshmërinë për ngritjen e strukturave vlerësuese të pavarura dhe të paanshme, që të garantojnë një përzgjedhje të drejtë të projekteve koncesionare. Sipas saj, ndonse projektligji parashikon një komision të veçantë, procesi përzgjedhjes së anëtarëve të tij nuk është i qartë, duke krijuar rrezik për ndërhyrje dhe mungesë besueshmërie në vendimarrje. Po ashtu, dhoma sugjeron që si Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve Atraco, ashtu dhe Ministria e Financave duhet të forcojnë raportimin e tyre mbi PPP-t. Përpos iniciativës pozitive për ngritjen e njësisë së zbatimit të kontratës, vlerësojmë se mekanizmat e administrimit dhe raportimit deri më tani kanë rezultuar të pamjaftueshme për qëllim të transparencës, llogaridhënies dhe monitorimit të performancës. Për këtë arsye sugjerohet parashikimi për detyrimin e Atraco për raportim tek një organ kushtetues i pavarur, si kontrolli i lartë i shtetit, thuhet ndër të tjera në komentet e dhomës. Një nga pikat më kritike të komenteve është kërkesa për ndalimin me ligj të çdo përjashtimi të posaçëm nga rregullat e projektligjit, dhënia e pasurive publike apo e të drejtave për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet negocimit të drejtë për drejtë me një subjekt të caktuar, duke anashkaluar si legjislacionin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, ashtu dhe legjislacionin për prokurimet publike, është një praktikë që duhet ndaluar shprehimisht me ligj, thuhet në komente. Dhoma e cilëson këtë akt si thelbësor për krijimin e një kuadri të qartë ligjor që rregullon marrëveshjet e investimeve nëpërmjet PPP-ve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa shprehet e gatshme të vijojë bashkëpunimin me institucionet për përmirësimin e mëtejshëm të ligjit në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Në Bashkimin Evropian, më shumë se gjysma e pensionistëve të vetëpunësuar mbeten aktiv, ndërsa edhe në Shqipëri rreth 44.1% e të vetëpunësuarve në total në grup moshë 65+ vazhdojnë ende të punojnë. Sipas të dhënave të Eurostat, në Bashkimin Evropian, rreth 56.4% e pensionistëve të vetëpunësuar vazhduan të punojnë pas marrjes së pensionit të pleqërisë. Ky fenomen është veçanërisht i shprehur në vende si Suedia, ku 98.4% e pensionistëve të vetëpunësuar mbeten aktiv në tregun e punës,
ndjekur nga Finlanda me 88% dhe Irlanda me 87.7%. Në anën tjetër, vendet si Spanja me 18.2%, Greqia me 20.3% dhe Slovenia me 40.4% ka nivele më të ulta të këtij fenomeni. Kjo tregon një larmi të madhe në praktikat dhe mundësitë që kanë pensionistët për të mbajtur një aktivitet ekonomik pas daljes në pension. Në kontekstin shqiptar, tendenca është gjithashtu e dukshme. Sipas statistikave kombëtare të vitit 2023, një pjesë e konsiderueshme të vetpunësuarve janë në moshën e pensionit. Konkretisht, rreth 44.1% të vetpunësuarve në total për grup moshën 65 vjeç plus vazhdojnë të punojnë. Për më tepër, 39.3% të punësuarve në total në grup moshën 55 deri në 64 vjeç janë gjithashtu të angazhuar në vetpunësim. Kjo tregon se të moshuarit në Shqipëri vazhdojnë të jenë aktiv ekonomikisht, shpesh për shkak të mungesës së mbështetjes sociale ose nevojave financiare. Nga të dhënat e Instat duket qartë se nga të vetpunësuar në total moshat mbi 55 vjeç kanë përqindjen më të lartë. Ky fenomen i vazhdimit të punës pas moshës së daljes në pension lidhet me sfida të ndryshme sociale dhe ekonomike. Në Shqipëri, mungesa e mbulimit të mjaftueshëm në skemat e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve nxit shumë individ që të vazhdojnë aktivitetin ekonomik, sidomos në sektorin informal ose vetpunësim. Ky është një faktor që ndikon gjithashtu edhe në normën e lartë të punësimit tek të moshuarit. Të dhënat tregojnë se në të gjithë Europën dhe veçanërisht në Shqipëri një pjesë e madhe e pensionistëve të vetpunësuar zgjedhin të qëndrojnë aktiv në tregun e punës, çka pasqyron ndryshime demografike, ekonomike dhe sociale të kohëve tona. Qeveria do të marrë më pak hua në tregun e brendshëm financiar gjatë tremjorit të tretë të vitit, kështu sipas kalendarit të publikuar nga Ministria e Financave, emetimet në titull qeveritar pritet kapin shifrën 67.2 miliard lek. Qeveria shqiptare planifikon të marrë 67.2 miliard lek borxh të brendshëm në tremujorin e tretë. Ministria e Financave ka publikuar kalendarin sipas të cilit në muajin korrik pritet të jetë vlera më e lartë e emetimeve të titujve qeveritar. Konkretisht në korrik parashikohet të emetohen 24.8 miliard lek tituj qeveritar, në maj rreth 23.6 miliard lek, ndërsa në shtator vetëm 18.8 miliard lek. Në krahasim me tremujorin e parë dhe të dytë, ku huamarrja e brendshme e qeverisë kapte vlerën e 132.5 miliard dhe 100 miliard lekëve. Borxhi në tregun e brendshëm rezulton të jetë dukshëm më i ulët në tremujorin e tretë. Lloji më i emetuar i titujve qeveritar janë obligacionet me një sër i hapjesh gjithashtu, por nuk mungojnë as bonët 12 mujore që ishin instrumenti më i emetuar në tremujorin e dytë. Pavarësisht se obligacionet do të emetohen më shpesh, bonët 12 mujore do të emetohen në shuma më të larta, të cilat kapin një maksimum prej 7.8 miliard lekësh në muajin korrik. Ndërkohë, Ministria e Financave ka nisur gjatë këtij viti emetimin e një instrumenti të ri afatgjat, obligacionet 20 vjeçare si testim tregu. Ky instrument është emetuar fillimisht në muajin janar për të rihapur në mars, ndërsa është emetuar për herë të dytë në muajin qershor për të rihapur në shtator. Bazuar mbi planin vjetor të huamarrjes, totali i emetimeve pritet të jetë rreth 356.40 miliard lek gjatë vitit 2025. Instrumenti me emetime më të shpeshta dhe me shumë më të lartë pritet të jetë sërish bono thesari 12 mujore. Gjatë vitit 2025 do të maturohen në total rreth 306.41 miliard lek, për të cilave 197.34 miliard lek bono thesari dhe 109 miliard lek obligacione. Bashkia e Tiranës ka hapur 2 tendera me fond limit total prej 358 milion lek për rehabilitimin e 7 rrugëve. Këto segmente ndodhen në njësitë administrative 7, 9 dhe 10, si dhe në Kashar dhe Astir. Bashkia e Tiranës ka hapur 2 tender me fond limit total prej 358 milion lek për rehabilitimin e 7 rrugëve. Tenderi i parë me vlerë 129 milion lek parashikon ndërhyrje në rrugët Him Kolli dhe Hajdar Hidi në njësi numër 10, Milo Duçi dhe Prengjakova në njësi numër 7, rrugën Maksud Rasa në njësin administrative numër 9. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, rruga Milo Duçi dhe Prengjakova që ndodhet në njësin administrative numër 7 paraqiten në gjendje relativisht të dëmtuar, pa trotuare, pa kanalizime të ujrave të shiut, si dhe pa sinjalistikën e nevojshme. Po kështu të njëjtar problematika paraqiten edhe në rrugën Him Kolli dhe në rrugën Hajdar Hidi të njësisë administrative numër 10. Në zonën kushtrije të objekte ndodhen kryesisht ndërtime 4 deri në 5 kate të ndërtuara para viteve 90, si dhe ndërtime 8 deri në 9 kate të ndërtuara pas vitit 1995. Nga ana tjetër, rruga Maksud Rasa në njësinë administrative numër 9 është totalisht pa shtresa rrugore dhe infrastrukturën e nevojshme.
Një pjesë e këtij segmenti ndodhet para shkollës Vaçezela, ndërsa gjërësia rrugës varion nga 3 deri në 8 metra, ndërsa tenderi i dytë ka një vlerë për 229.155.000 lekë dhe parashikon rehabilitimin e rrugëve Konstantin Kristoforidi dhe 17 nëntori. Sipas dokumentit të tenderit, do të bëhet e mundur ndërtimi i një infrastrukture sa më e përshtatshme për banorët e zonës së njësisë administrative Kashar. Ky segment shërben si rrugë kryesore për banorët e zonës, si dhe është një ndër rrugët dytësore alternative për njerëzit që hyjnë dhe dalin në qytetin e Tiranës, pasi është një segment që lidhet direkt me një nga zonat më të populluara të qytetit me Astirin. Gjatë 5 muajve të parë të vitit, rreth 25% e mjeteve kanë ngelur në kontrollin teknik, referuar të dhënave zyrtare, ndërkohë 3.137 mjete me moshë mesatare 22 vjeçare janë çregjistruar përgjithmonë. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar të dhënat për periudhën janar-maj 2025 në lidhje me shërbimin e kontrollit teknik të mjeteve që qarkullojnë. Përgjatë kësaj periudhe janë testuar 101.696 mjete, nga të cilat 86.39% përbëhen nga automjete me kapacitet 4+1 deri në 8+1 vende. Pjesa më e madhe e kontrolleve, 36.2% e testimeve janë kryer në DPSHDR Tiranë, duke pasqyruar fluksin më të lartë dhe përqendrimin më të madh të mjeteve në kryeqytet. Ndërsa në fund renditet qarku i Gjirokastës për sa i përket numrit të mjeteve të testuara. Sipas shifrave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, 25.8% e totalit të mjeteve kanë ngelur në testim. Konkretisht 26.207 mjete kanë ngelur në kontroll për arsye që lidhen kryesisht me 34% për shkak të mangësive vizuale e funksionale, 35% për shkak të problemeve me sistemin e shkarkimit të gazrave, 13% për probleme me sistemin e drejtimit dhe 18% për shkak të sistemit të frenimit. Ndërkohë 3.137 mjete me moshë mesatare 22 vjeçare janë regjistruar përgjithmonë për shkak se nuk kanë përmbushur kushtet teknike të qarkullimit. Ky indikator tregon domosdoshmërinë për rinovimin e flotës rrugore në vend. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor gjithashtu thekson se dalohen rreptësisht ndërhyrjet në odometër, modifikimet konstruktive dhe çdo manipulim tjetër, pasi këto praktika janë një kërcënim për sigurinë rrugore. Gjithashtu rezervimet për kontroll teknik qytetarët mund t'i kryen përmes portalit e-Albania. Në 4 muajt e parë të vitit 2025, familjet dhe bizneset greke regjistruan 3 miliard euro në taksa të papaguara. Autoriteti tatimor synoi rekuperimin e 6 miliard eurove përmes masave të reja, të cilat përfshin edhe debitorët e mëdhenj. Familjet dhe bizneset greke nuk kanë paguar detyrimet tatimore në një vlerë totale prej 3 miliard euro në 4 muajt e parë të vitit. Numri debitorëve u rrit me 470.000 dhe arriti në 4.242.507 gjatë prillit. Në përgjithësi, borxhet e vënuara ndaj autoritetit tatimor kanë thyer barrierën për 110 miliard euro dhe janë ngjitur me 110.8 miliard euro, nga të cilat 26.45 miliard janë të pambledhshme, duke rezultuar në një borxh neto prej 84.45 miliard euro. Nga 4.242.507 debitor, 1.594.218 debitor janë vendosur masa të detyrueshme për mbledhjen e borxheve. Në 4 muajt e parë të vitit, mbledhjet e borxheve të vjetra dhe të reja arritën në 2.9 miliard euro me pikën referuese të vendosur këtë vit në mbi 6 miliard euro. Autoriteti i Administratës Publike synon mbledhjen e të paktën 3 miliard eurove nga borxhet e vjetra të papaguara të tatim paguesve. Gjithashtu, veprime ndaj debitorëve të mëdhenj mund të arrijnë vlerën e 700 milion eurove. Në të njëjtën kohë, mekanizmi i mbledhjes së taksave po ushtron presion mbi ata që kanë më shumë se 150.000 euro për të shlyer. Afati i shlyerjes është data 20 qershor. Vitin e kaluar, lista përfshinte 29.195 individ dhe persona juridik me borxhe totale që te kalonin 146.1 miliard euro. Gjithashtu, sipas planit operacional për vitin 2025, mekanizmi i mbledhjes së taksave do të vazhdojë deri në fund të vitit me një fshirje të borxheve të përpambetura ndaj autoriteti tatimor, duke hequr përkohësisht borxhe prej 10 miliard eurosh që konsiderohen të pambledhshme. Pavarësisht përpjekjeve të përsëritura, ato kanë mbetur të pambledhura për vite me radhë dhe mbledhja e tyre konsiderohet e pamundur.
Deri tani konflikti mes Izraelit dhe Iranit ka patur efektet kufizuara në tregje, sidomos në tregun e naftës. Eksperti ekonomist Adrian Civici tha në Skan Live se mund të ketë një rritje domethënëse të çmimeve të naftës, vetëm nëse Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga ku kalon 1/5 e konsumit ditor global. Konflikti mes Izraelit dhe Iranit është futur në ditën e 4, ndërsa në fokus të sulmeve ka qenë edhe infrastruktura, por rezervat e naftës dhe gazit të dy vendeve. Megjithatë, rritja me 7% e çmimeve të naftës në tregje ndërkombëtare të premten është ndaluar në sesionin e së hënës, pavarësisht frikës se lufta do të shtrihet edhe në infrastrukturën energjetike dhe mund të ndërpres furnizimet në rajon. Eksperti ekonomist Adrian Civici shprehet se mund ketë një rritje domethënëse të çmimeve të naftës, vetëm nëse Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga ku kalojnë rreth 19 milion fuqi naftë në ditë ose 1/5 e konsumit ditor global. Duke qenë dhe rajoni kryesor i prodhimit naftës, furnizuesi kryesor i tregjeve të naftës dhe njëkohësisht rajoni kryesor ku kalon sidomos ngushtica e Hormuzit, ku kalojnë gjithë naftëmbajtëset mëdha që vinë drejt Evropës apo shkojnë drejt Shteteve të Bashkuara, natyrisht që ky konflikt shqetëson tregjet e naftës, rrit pasigurinë në këto tregje dhe është natyrshme që operatorët ekonomik, ata që i kontrollojnë ose i zotrojnë këto tregje dhe këtë qarkullim të naftës, fillojnë dhe menjëherë reagojnë. Ndërkohë, parë në këndvështrimin gjeopolitik, eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi shprehet se konflikti mund të jetë izoluar vetëm mes Izraelit dhe Iranit, për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të jenë neutral deri më tani. Gjithashtu ai shton se Ballkani Perëndimor nuk do të preket nga ky konflikt. Nuk do ketë konflikt në Ballkan për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar për një konflikt. Një deklaratë Donald Trump ditën e djeshme, ku i referoi marrëveshjes ekonomike midis Kosovës së Serbisë nga një anë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shtator të vitit 2020, ka krijuar bindjen që Donald Trump është i përkushtuar për paqen. Ajo çfarë shoh unë në mënyrë pozitive është menjanimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi gati neutral i tyre. Nuk prisja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një konflikt Izraelit me Iranin të qëndronte të pasiv në një farë mase. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 7% të premten, menjëherë pasi Izraeli nisi sulmet kundër programit bërthamor dhe balistik të Iranit, si dhe ndaj udhëheqjes së lartë ushtarake. Kjo ishte rritja më e madhe ditore e çmimeve të naftës që nga marsi i vitit 2020, kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës. Sipas bankës Goldman Sachs, nëse Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, atëherë çmimet e naftës mund të rriten deri në $100 për fuqi. Ngushtica e Hormuzit është kthyer në një pikë kyçe strategjike që mund të përshkallëzojë konfliktin Iran-Izrael. Mbyllja e saj do të rrisë ndjeshëm çmimet e naftës dhe mund të përhapte luftën në lindjen e mesme. Agjencia iraniane e lajmeve raportoi se Irani po shqyrton mbylljen e ngushticës së Hormuzit, ndërsa konflikti me Izraelin intensifikohet. Ky veprim do të rriste çmimet e naftës dhe do të rrezikonte zgjerimin e luftës. Por çfarë është saktësisht kjo rrugujore strategjike dhe pse është etike për tregtinë globale? Hormuzi është vetmja hyrje detare në gjirin persik. Ai ndan Iranin nga njëra anë dhe Omanin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nga ana tjetër, si dhe lidh gjirin persik me gjirin e Omanit dhe detin arabik në Oqeanin Indian. Sipas administratës amerikane të informacionit për energjinë, rreth 20% e konsumit global të naftës rrjedh përmes ngushticës, të cilën agjencia e përshkruan si pikën më të rëndësishme të tranzitit të naftës në botë. Në zonën e saj më të ngushtë është 30 kilometra e gjerë, por korridoret e transportit detar në këtë rrugë ujore janë edhe më të ngushta, duke i bërë ato të prekshme nga sulmet dhe kërcënimet për bllokim. Gjatë konfliktit Iran-Irak midis viteve 1980-1988 që vrau disa qindra mijëra njerëz nga të dy palët, vendet shënjestruan anije tregtare në gjirin persik, por Hormuzi nuk u mbyll kurrë plotësisht. Në vitin 2019, 4 anije u sulmuan pranë ngushticës në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe, mes tensioneve të larta ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara gjatë presidencës së parë të Donald Trump. Washingtoni fajsoi Teheranin për incidentin, por Irani mohoi akuzat. Sulmi ndaj korridoreve të transportit detar është përdorur prej kohësh për të ushtruar presion gjatë konflikteve, që nga shpërthimi i luftës në Gaza, Houthit në Yemen kanë sulmuar anije të
rreth ngushticës Bab al-Mandeb në detin e Kuq, në anën tjetër të Gadishullit Arabik. Edhe vendet që nuk importojnë naftë nga vendet e Gjirit Persik do të prekeshin nëse ngushtica do të mbyllej, sepse një rënje e madhe e furnizimit do të rrisë çmimin për fuqi në tregun global. Pasi Izraeli nisi një val sulmesh në të gjithë Iranin, duke synuar udhëheqësit ushtarak, ndërtesa banimi, baza ushtarake dhe centrale bërthamore. Teherani u përgjigj me qindra raketa balistike. Në prill 2024, forcat e armatosura iraniane sekuestruan një anije kontejnerësh pranë ngushticës së Hormuzit. Kjo ndodhi pas një sulmi vdekjeprurës izraelit ndaj konsullatës së Iranit në Damas të Siris. Një sulm i kufizuar iranian ndaj Izraelit u pasua nga një sulm izraelit ndaj Teheranit. Në atë kohë këto ishin shkëmbimet më serioze të drejtpërdrejta ushtarake midis dy armiqve. Udhëheqësit e IG-7-s u mblodhën në Kanada për të diskutuar konfliktin Izrael-Iran dhe luftën në Ukrainë. Tarifat tregtare janë një tjetër çështje e rëndësishme që mund të përshkatëzojë tensionet mes aleatëve. Udhëheqësit e grupit të 7 ekonomive kryesore u mblodhën në malet shkëmbore kanadeze me konfliktin Izrael-Iran që pritet të jetë në krye të agjendës. Kryeministri kanadez Mark Carney tha se prioritetet e tij janë forcimi i paqes dhe sigurisë, ndërtimi i zinxhirëve kritik të furnizimit me minerale dhe krijimi i vendeve të reja të punës. Por tarifat amerikane si dhe konfliktet në lindjen e mesme dhe Ukrainë pritet të jenë çështje shumë të rëndësishme gjatë samitit. Izraeli dhe Irani nisën sulme të reja ndaj njëri tjetrit gjatë natës së kaluar duke vrarë 10 njerëz disa orë përpara se të takoheshin udhëheqësit e demokracive të industrializuara të botës. Një zyrtar i G7-s tha se liderët planifikojnë të lëshojnë një deklaratë të përbashkët mbi Iranin, duke bërë thirrje për të ulur tensionat. Kancelari gjerman Friedrich Merz u tha gazetarëve se qëllimet e tij për samitin përfshin që Irani të mos zhvillojë ose të mos zotrojë armë bërthamore, sigurimin e të drejtës së Izraelit për të mbrojtur veten dhe shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Herën e fundit që Kanadaja ishte pritëse e takimit në vitin 2018, Trump u largua nga samiti përpara se ta quante kryeministrin e atëhershëm kanadez Justin Trudeau si shumë të pandershëm dhe të dobët dhe të jepte udhëzime delegacionit amerikan që të tërhiqte miratimin për komunikatën përfundimtare. Ky do të jetë një takim i suksesshëm nëse Donald Trump nuk do të ketë një shpërthim që rrezikon të ndërpresë gjithë samitin, u shpreh një profesor i çështjeve ndërkombëtare në Universitetin e Ottavës. Diplomatët thanë se Kanadaja ka braktisur idenë e një komunikate të përbashkët tradicionale gjithëpërfshirëse dhe do të njoftoj për mbledhje të kryesuesve, me shpresën e përmbajtjes së një katastrofe diplomatike dhe ruajtjes së angazhimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Banka Europiane e Investimeve do të investojë 1.6 miliard euro për të mbështetur një ndërlidhës energjie midis Spanjës dhe Francës. Projekti vjen pas një ndërprerje të madhe të elektricitetit në Gadishullin Iberik dhe synon të përmirësojë lidhjet e dobëta rajonale. Banka Europiane e Investimeve do të mbështesë një ndërlidhës të planifikuar të energjisë midis Spanjës dhe Francës me një investim për 1.6 miliard euro. Ky vendim vjen pasi qeveritë e Spanjës dhe Portugalisë kërkuan ndihmën e Bashkimit Evropian për të përmirësuar rrjetet e tyre të energjisë pas një ndërprerje të madhe në muajin prill. Lidhjet e dobëta të energjisë elektrike të Spanjës dhe Portugalisë me pjesën tjetër të Europës u vënë në qendër të vëmendjes nga ndërprerja pa precedent e elektricitetit në këto shtete. Ekspertët dhe zyrtarët thanë se ato mund të kishin qenë më pak të rënda nëse Gadishulli Iberik do të kishte më shumë ndërlidhës për të shkëmbyer energji me vendet e tjera. Banka Europiane e Investimeve, krahua dhënës i Bashkimit Evropian, tha se do të mbështeste ndërlidhësin e Gjirit të Biskajës nëpërmjet kredive për operatorët e sistemit energjetik të Spanjës dhe Francës, Red Electrica dhe RTE, që synojnë të nisin projektin 400 km në vitin 2028. Lidhja në ujore do të rriste sasinë e energjisë që Franca dhe Spanja mund të shkëmbejnë nga 2.8 gigawatt në 5 gigawatt. Shkaqet e ndërprerjes së elektricitetit në Gadishullin Iberik janë ende duke u hetuar. Pas incidentit, qeveritë e Spanjës dhe Portugalisë kërkuan Bashkimit Evropian muajin e kaluar të ndërhyjnë për të siguruar që projektet e reja të ndërlidhjes me Francën të ecin përpara, tregoi një letër e raportuar më parë. Punimet për të forcuar një ndërlidhës ekzistues midis Francës dhe Spanjës pritet të përfundojnë këtë vit. Kompania franceze RTE ka vlerësuar gjithashtu dy lidhje shtesë me Spanjën mbi vargjet malore të Pirenejve, por vuri në dukje se përfituesit e projekteve do të ndodhen jashtë Francës. Gadishulli Iberik ka vetëm 3% të kapacitetit të energjisë elektrike të lidhur me vendet shqinje, shumë poshtë objektivit të Bashkimit Evropian që vendet të arrijnë 15% deri në vitin 2030. Mira banorë në qytetet e Europës jugore kanë dalë protesta kundër mbiturizmit. Ato kërkojnë masa për të mbrojtur komunitetet nga rritja e çmimeve të banesave dhe efektet negative në cilësinë e jetesës. Mira njerëz dolën në rrugët e qyteteve në Europën jugore për të protestuar kundër mbiturizmit, duke qelluar me pistoleta uji vitrinat e dyqaneve dhe duke ndezur tymuese.
pushimet tuaja, mjerimi im, bërë të protestuesit në rrugët e Barcelonës, ndërsa mbanin lart pankarta me slogane të tilla si turizmi masiv vret qytetin dhe lakmia e tyre në sjellë rrënim. Të bashkuar nga Alianca Europa Jugore kundër mbi turizmit. Protestuesit bashkuan forcat me grupe në Portugali dhe Itali, duke argumentuar se turizmi pa kontrolluar po i çonte çmimet e banesave në rritje dhe po i detyronte njerëzit të largoheshin nga lagjet e tyre. Barcelona, një qytet me 1.6 milion banor, tërhoqi 26 milion turistë vitin e kaluar. Autoritetet në qytetin verilindor spanjoll thanë se rreth 600 njerëz ju bashkuan demonstratës. Lëvizje të ngjashme pati edhe në pjesë të tjera të Spanjës, duke përfshirë Ibizën, Malagën, Palma de Mallorca, San Sebastianin dhe Granadën. Protestat në Itali u zhvilluan në qytete si Genova, Napoli, Palermo, Milano dhe Venecia. Gjithashtu qytetarët portugez mbushën rrugët e Lisbonës për të shprehur shqetësimet mbi ndikimet negative të mbi turizmit në jetën e tyre të përditshme. Në Barcelonë, qeveria e qytetit tha vitin e kaluar se do të ndalonte qiradhënien e apartamenteve për turistët deri në vitin 2028 për ta bërë qytetin më të jetueshëm për banorët. Jam shumë e lodhur duke qenë tepër në qytetin tim. Zgjedhja është të propozohet një ulje radikale e numrit të turistëve në Barcelonë dhe të krijohet një model tjetër ekonomik që sjell prosperitet në qytet, u shpreh një qytetare, duke hedhur poshtë kundër argumentin e zakonshëm se turizmi sjell vende pune dhe të ardhura. Shpenzimet për udhëtime ndërkombëtare në Europë pritet të rriten me 11% në 838 miliard dollar këtë vit, me Spanjën dhe Francën, midis vendeve që do të tërheqin një numër rekord turistësh. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithë shkambi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë që na keni ndjekur bashkë, më takofsh.